Institucionet mbyllin dyert. Kjo është panorama që hase çdo ditë pranë bordit të kullimit në Vlorë, një institucion që duket se prej kohësh ka humbur funksionin e tij në raport me qytetarët. Dyert qëndrojnë të mbyllura, ndërsa çdo qytetar që kërkon të marrë një shërbim apo të raportojë një problematik përballet me të njëjtin përgjigje: punoj si ndodhen në terren. Megjithatë, ky pretendim ngre pikpyetje. Në një institucion të tillë nuk punojnë vetëm inxhinier apo punojës të terrenit, ka edhe staf administrativ i cili duhet të jetë i pranishëm për të pritur qytetarët dhe për të ofruar shërbimet e nevojshme. Por në praktik dyert mbeten të mbyllura dhe askush nuk pret qytetarët. Kjo panoramë është kthyer në rutinë. Prej vitesh bordi i kullimit është zhvendosur në periferi të qytetit. Në një vendodhje jo lehtësisht të aksesueshme, tashmë edhe ata që arrin të gjejnë institucionin përballen me dyert të mbyllura dhe mungesë informacioni. Në hyrje të godinës nuk ka asnjë njoftim që të informojë qytetarët se kur punojësit rikthehen në terrenit, cilat janë oraret e pritjes apo si mund të paraqiten kërkesat dhe ankesat e tyre. Mungesa e këtij informacioni krijon konfuzion dhe detyron qytetarët të rikthehen disa herë pa marrë asnjë përgjigje. Në këto kushte mbetet e paqartë se si mund të komunikojnë qytetarët me institucionin dhe si mund të marrin shërbimet për të cilat ai është krijuar. Të paktën nga panorama e përditshme në hyrje të bordit të kullimit në Vlorë, duket sikur ky institucion ka mbyllur dyert, ndërsa qytetarët janë lënë të presin.